Pas 3 ditësh hetime intensive, policia e Gjirokastrës ka zbuluar identitetin e autorit të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi, i cili u qellua për vdekje ndërsa lëvizte me makinë. Sipas policisë, ngjarja nisi si një përplasje e thjesht rrugore për përdorimin e dritave të gjata mes Sarchit dhe një 44 vjeçari nga Mesapiku i Vlorës, Kamber Sulçaj. Fillimisht, biznesmeni Sarchi dhe autori i dyshuar patën një debat verbalisht me miqtë e viktimës, por situata përshkallëzohet kur i dyshuari nxjerr armën dhe qellon mbi biznesmenin. Një nga plumbat i shkaktoi viktimës plak fatale në kofshë duke i marrë jetën menjëherë. Pas krimit, autori u largua drejt Tepelenës dhe më pas u fshi në një zonë malore midis fshatrave Nivic dhe Bolen, ku baraktisi automjetin dhe rrobat që përdori gjatë ngjarjes. Policia ka kryer kontrolle të shumta në banesën e tij dhe në ambiente të tjera në Vlorë dhe Mesaplik, duke sekuestruar rreth 2.5 milion lek, 3 armë gjau, 2 kasaforta dhe mbi 400 fara kanabisi. Hetimet nuk përjashtojnë mundësinë që autori të ketë marrë ndihmë nga persona të tjerë për të shpëtuar nga policia. Ngjarja ka tronditur miq dhe të afërmit të viktimës. Një kushëri i Sarchit ngriti dyshime se ngjarja mund të kishte lidhje me konflikte biznesi, por ky skenar u rrëzua nga hetimet e policisë. Autoritetet shqiptare theksojnë se shkaku i vërtet i vrasjes ishte një debat banal i çastit, i cili fatkeqësisht përfundoi në përdorim të armës. Policia po vijon kontrolle dhe hetimet intensive për kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plot të rrethanave të ngjarjes dhe të gjitha lidhjet e tij. Ndërkohë, ngjarja ka rikthyer shqetësimin për sigurinë në zonat malore dhe për mënyrën se si konflikte të vogla mund të degenerojnë në krime të rënda.